Okej, atë që mbron kjo studia është meta, po ndoshta shkencëtarisht e vërtetuar nëse je prezojnë. 1,70 cm gjatësi, plus minus 5 kg mundesh apo je suazat normales. Po, kjo bëhet bazat body measure BMI-a, të cilën e marrim si një formë të evaluation që mund me quajtur në gjuhën angleze të personit kur vije për shembull për një raport për një konsultim nutricional, e marrim si një faktor, po nuk është determinuese. Nuk është 100% determinuese, është ndër faktorë që e konsiderojmë, po jo 100% nuk bazohemi vetëm tek BMI. Analiza e ADN-s. Po, Sa i identifikon ushqimet sakt, cilat guxon mi konsumu dhe cilat nuk guxon mi konsumu, sepse shpesh herë dëgjoj që shkojnë në bazë të analizës ADN-s dhe vazhdojnë pastaj me dietën. po, ndryshimet epigenetike që ndodhin në trupin ton ndodhin përmes ushqimit. Por njëkohësisht mund të gjenetika nuk mund të ndryshojë deri në atë aspekt, por luan një rol. Nëse është trashëgikuese, se për shembull tek sëmundjet autoimune ose që mund të fitohen më vonë. Varësisht tash prej strukturës ADN-s që e ka çdo person, por luan një rol. Por jo keq, sepse mund të modifikohet edhe ajo.